A dorëzoni jo. A dorëzoni jo. Jo. Dhe ja dhe kërcimi i dytë i Donatit fenomenal. Enisi nuk arrin ta kaloj Pengesën. Joja starton. Do t'i fitoj pikët që mund t'ja fitojnë garën. Kërcimi i pari i Donatit, ta shohim. Ja, një kërcim fenomenal nga Donati. Një duar trokitje edhe më të madhe për Donatin, vërtet e meriton pas një kërcimi. Duhet të ngritet Pengesa edhe më lartë. Ta shohim kërcimin e dytë të Donatit. Nëse vazhdon në këtë mënyrë, Donati mund të konkurrojë edhe në lojrat olimpike për ekipin e kërcimtarëve të Kosovës. Dhe ja dhe kërcimi i dytë i Donatit fenomenal. Një duar trokitje më e përzemërt për Donatin pasi që vërtet fenomenale është. Ngritet Pengesa për herë të tretë. Donati mund edhe të vrapoj para trampolinës, si që thonë. Dhe ka prekur Pengesën Donati në tentimin e tretë. Pengesa e tretë pra është ajo që e ndalë Donatin edhe për kundër kësaj një duar trokitje, ju lutem. Për Donat qosën zyra për gjithçka. Duket se ekipi milionerit është shumë afër të dorëzohet. Boll sakrifica këtyre vlerë të vlerësuar. Do dorëzojmë lojën. Ka treguar sakrificë janë goni, dikush duhet luaj. Mirë. Vetë sakrifica e ekipit kundërshtar duhet të respektohet. Pash vetëm dorëzohemi. Urime. Jo, nëse dorëzoni ju do të buxhujt kë. Po pse e nisi? A dorëzoni jo. Jo. Ja e ke mikrofonin. Mos e shotonat, më luaj. Shkojmë me ca përkraje morale për Enisin, duar trokitje, i lutem. Tentimi i parë i Enisit. Tentim fenomenal nga Enisi. Dhe tani Pengesa duhet të ngritet në nivelin tjetër. Ato s'jepi dhe një dorë akoma. Shkojnë që nuk marrë hovë Enisi që të e ka përcej Pengesën e dytë. Enisi në tentimin e tij të dytë, shohim se çfarë do të bëj. Enisi nuk arrin ta kaloj Pengesën. A e mirë? Kjo është super sfida. Ju falenderit të gjithëve shikuesve këtu në studio. Ju falenderit shumë edhe të dy ekipeve që na sollën një show shumë interesant. Rezultati përfundimtar është 50-47 në favor të ekipit të Zyrës për gjithçka. Kjo ishte premiera e emisionit Materi, formatit Materi Super Sfida!